Përshëndetje të dashur miq. Sot doja t'ju bëja një pyetje. A e keni vënë re se sa më shumë përpiqemi që të frenojmë mendimet që na vinë në mendje dhe na përsëriten, aq më e vështirë dhe më e fortë bëhet kjo gjëja? Është si një top plazhi. Sa më shumë përpiqemi që ta fusim brenda atë, aq më i fortë dhe më shpejt ai del dhe kthehet mbrapsh. Pse ndodh kjo? Nga pikpamja psikologjike, kjo është, si të thuash, një përpjekje e trurit për të fituar kontroll mbi pasigurinë. Në CBT ne kemi parë individ ankthioz, të cilët përpiqen që të marrin në kontroll mendimet e tyre dhe të harxojnë një kohë shumë të gjatë për këtë gjë. Problemi është se përsëritja e mendimeve krijon atë iluzionin e kontrollit, por në të vërtetë rrit ankthin, stresin dhe ngarkesën emocionale. Këshilla më e mirë është të stopojmë ose të ndalojmë së luftuari për çdo pasiguri dhe të pranojmë që jo të gjitha gjërat mund të kontrollohen në jetë. Sepse qetësia shpirtërore nuk vjen nga kontrolli i të gjitha gjërave, duke kontrolluar çdo gjë, por duke mësuar të tolerojmë pasigurinë dhe gjërat që ne nuk mund t'i realizojmë. Është shumë e rëndësishme. Shumë faleminderit dhe uroj një ditë sa më të mbar.